Vllai i dashur musliman, ti që ban namaz dëgjo, dhe ti që ke dëshirë me ditë se pse musliman falen, parasije se se di sa është e arsishme me i thonë ati që nuk fal namaz, vllat i dashur musliman, po si do qovë dëgjo, parasije se Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë në Kur'an i Kerim: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nuk i kam kriju gjinët dhe njerëz për diçka tjetër, vetëm mua që të më adhurojnë. Do me thonë, ai cili e hum namazin, i jep fund islamit, mos i ban qef vetës tone. Wallahi billahi tallahi, i posedoj argumente jo me qindra me mia, që ai që e len namazin nuk është musliman. Mos dil ditën e gjikimit me thonë, ka thonë haloni dhe faloni, për arsye se Allah ka fol këto. Pejgamberi sasem ka folen, ka tregu dhe mos unis me shku në ahiret pa namaz. Me qëto sen niso, me namaz mos u drejto, se Allah në ruj, ndoshta dhe agjerimi jo pësa i pranum. Edhe haji që e ki bot 30 herë haq, nuk është i pranum, dhe sadakaja nuk është e pranum, për deri sa të bajsh namaz. Mos thuj se unë e zemrën flaksibora kam, aj nuk është me rëndësi namazi, është me rëndësi zemra, zemrën flaksibora e kam. Unë e kur kujnë të keqen sa kujtësja kujtoj, kërkan nuk e shqitsoj, bile tenton aj mu të argumentu me argumente. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e kanë transmetu Imam Ahmedi, Tirmidhiu dhe Ibn Majah, dëgjoj vllai i dashur musliman, kur flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për namazin, çka thot? Thot rasul amri l-islam, koka e çdo sendi tash islami. Ai cili nuk ka islam, s'ka për të shpëtu në ahiret, për arsye se Allah ja ka po haram gjennetit, që të pranon ata që sa musliman. Ta wa umuduhu es-salat, ta shtilla kryesore islamit është namazi. Sa vllai i dashur musliman, ke mundësi ti me jetu pa kohë, qaq ke mundësi ti me qenë musliman pa namaz. Ta wa dhirwatu sinamihi el gjihadu fi sebilillah, ta dhe kulmi skaji islamit, vepra më e lartë në islam është të lëftosh në për islamin në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala. Pra vllai i dashur musliman, a pe din tash pse vlen ti me jetu në këtë dunja? A pe din pse vlen me jetu në këtë dunja? Ti vlen dhe pasuria ite, vlen që ta posedojsh, për shkak se dëshmon se s'ka të adhuruar pos Allah subhanahu wa ta'ala, s'ka të adhuruar që meriton adhurimin pos Allah subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhammedi është i dërguar i Allah, dhe për shkak se ti fol namaz dhe jep zekatin, ai që i ban këto, rana Allah ti ban selam, se ti je i vetëmi njeri që meriton me jetun si për paqen e tokës. Për këtë arsye pejgamberi sasem ka jamurnu prej anës Allah që të luftoj gjithë ata të cilët nuk e dëshmojnë këtë shahadet dhe të cilët nuk e falin namazin. Pasurin që e posedojnë, ani se e posedojnë këtë dunja, ato kanë mu llogarit fort për Allah, dhe faktikisht këtë pasuri e kanë me padrejtësi për derisa nuk e falin namazin. Edhe nëse thot se unë s'ja kam mor hakin askuj, unë zullum kërkuj si kam ba, unë s'ja kam vetë këtë pasuri askuj, lejdi vllai i dashur musliman, nëse se fal namazin dhe nëse se jep zekatin, këtë pasuri që e posedon e kije haram. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, thot e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thash: Ja Rasulallah, cila vepër është më e dashur te Allah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj dhe tha: Vepra më e dashur te Allah është falja e namazit në kohën e vet.
me fal namazin ka në vetë, është prej veprave të cilat Allahu subhanahu wa taala ma shumë i don. Apo don me ditë cili është miki Allah. Miki Allahut është ai cili ban namaz. Vazhdon hadithi dhe thot Allah subhanahu wa taala ka thon Allah nuk ja ka obliguar robëve një vepër që është më e dashur te ai se namazi. Allah subhanahu wa taala nuk ka zbrit farsi për faqen e tokës dhe nuk ka vepër më të dashur se sa ti të ballin tan kur ta ndajnë sejdë dhe ti thojsh o Zot imam, ti e ajte unë maj madhi. Si ka mundësi aj që fal namaz, si ka mundësi me i thonë Allah o Zot imam, ti e maj madhi kurse Allah nuk i ban sejdë. Edhe kur ta pyç ata dhe i thu pse me vëlla namazin pele, a din se këto 24 orë prej kujt i ke? Prej Allah subhanahu wa taala. As njani prej neve arsjetohet dhe thot vedi kej, po shka mi bo shefit, shka mi bo drejtori që s'pole ko me fal namaz. E pse be vla, po ti fal namaz, pranën pun hin edhe fal namaz, ke drejta mus me vet ata. Hatha se vet po 5 minuta se një ban punën ati. Qka të ban mara? Ta qëtë pipune me njëherë. Subhanallah. Se shefi qëtë pipune ke dherë të madhe. Se shefi qëtë pipune ke gajlen shumë të madhe. Allah me qitë pi gjennetit nuk i kje dherë. A din lajdashë musliman, shumë njerëz e kanë pranu islamin për shkak namazit. Ti musliman ele namazin. Sa njerëz në transmitohet që ka qenë një jahudini që i fut në Egjipt edhe pranoj islamin parasit disa vite. E pytën dhe ata dhe i thanë, qka të bani ti e që me pranu islamin? Tha namazi muslimanve, s'kam pa din, s'kam pa fe që një ka regulore, që një qilë qëndroj, gaditu dhe qenë, për Allah subhanahu wa taala. Ajo që më bani me pranu islamin, ishte namazi. Lajdashë musliman, qertë pa e pranojnë islamin, për shkak namazit. Ti islamin e ke, edhe atia ke këti shpinën duke la namazin. Ti e policia për të nali, dhe thot a i e filoni biri filonit, thot po dëshmo se e filoni biri filonit, edhe leton njoftimin e ndërpi gjepit, dhe i kalzon se kjo është argument se unë jam filoni biri filonit. Para Allahut pa letër njoftim s'ka, para Allahut pa namaz nuk ka. Dëshmia që dëshmon se je musliman është namazi. Pa atë pejgamberi sasem ka porosit namaz, edhe Afrikë ma shumë për ometin e ve, se po e len namazin, e pas taj ndështë aki, band mira në këtë dunja, del për Allahut pa namaz. Ndëgjo lajdashë musliman, hadithi që transmitot prej anës Allah subhanahu wa taala, që pejgamberi sasem ka thonë awwalu ma yuhasabu al-abdu bi yawm al-qiyamah, për punën e parë që kje mu pit në ahiret, ka thonë do t'jetë namazi. Nëse namazin e kanë regull, kanë mu ju pranu dhe vepra qera. Nëse namazin se kanë regull, s'kanë për që pranu vepra qera. Pra Allah i dashër musliman, a ka ma ketë se me shtetësu Allah në për e namazin. Allah ka thonë falu kise falë, a nuk ka shtetësim kjo për Allah, a nuk ashtë kime sikur me bo hajgare me urdin e Allah s.a. A ka shtetësim matë madhë për pejgamberin a.s. i cilin momentin e fundit undante prej kësaj dunjaje porosit të umet namaz e ti nuk e ban, nuk e merë këtë vasijet dhe nuk e qënë në ndër. A nuk ka kjo shtetësim për pejgamberin sasem? A ka shtetësim më të madh? A ka më shtetësim më të madh se me ja këthi shpinën urdhët pejgamberit sasem? Urdhave të Allah dhe urdhët pejgamberit sasem. Pa ata Allah të banë selam. Këthau në namaz, filloja namazin dhe krije këtë obligim, para se të vend dënimi Allah, e pas taj nuk ka shpatim dhe nuk ka këthim. Ban namaz para se të ngurë të të korrizijit. Allahu ka thonë Kurani Kerim, atë ditën e gjikimit do të rlohen ato që i kanë thonë vetës musliman,
me I bo Allah sejde, tentojnë gjithë Allah sa të mi bo sejde, e shofin se pasuria e cila e kanal prej namazit e kalon.